Serbia mund të hyjë këtë javë në një fazë të re politike. Të hënën kuvendi pritet të zhvillojë seancën ku do të shqyrtohet një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Gjuro Makut, një proces që mund t'i hapë rrugën zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në prag të seancës, presidenti Aleksandar Vučić njoftoi se qeveria do të japë dorëheqjen ose kuvendi do të konstatojë se ajo ka humbur shumicën, duke krijuar kushtet ligjore për shpalljen e zgjedhjeve. Vučić zbuloi edhe planin e tij politik. Ai tha se pas shpalljes së zgjedhjeve parlamentare do të qëndrojë edhe për disa ditë në detyrën e presidentit për të përfunduar angazhimet shtetërore, ndërsa më pas do të jap dorëheqjen dhe do t'i bashkohet fushatës elektorale për të kërkuar mbështetjen e qytetarëve për postin e kryeministrit. Do të largohem nga presidenca, do të hip në makinën time dhe do të udhëtoj në të gjithë Serbinë për të kërkuar votën e qytetarëve për mandatin e kryeministrit, deklaroi Vučić. Presidenti serb theksoi se megjithse kushtetuta do të lejonte të zgjidhej kryeministër nga shumica parlamentare pas zgjedhje, ai nuk dëshiron ta marrë këtë detyrë pa një mandat të drejtë për drejtë nga qytetarët. Lëvizja vjen në një kohë kur prej muajsh flitet se Vučić po përgatit një kalim nga posti i presidentit në drejtimin e qeverisë. Mandati aktual është i dyti dhe i fundit si president, pasi kushtetuta e Serbisë nuk i lejon të kandidojë për një mandat të tretë radhazi. Nëse kuvendi miraton mocionin e mosbesimit, do të nisë një afat 30 ditor për formimin e një qeverie të re. Nëse kjo nuk ndodh, parlamenti do të shpërndahet dhe vendi do të shkojë automatikisht në zgjedhje. Nëse mocioni rrëzohet, qeveria do të vazhdojë mandatin e saj, por sipas procedurave ligjore, do të mund t'i kërkojë presidentit shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Seanca e së hënës pritet të jetë një nga momentet më të rëndësishme politike në Serbi këtë vit, pasi mund të shënojë nisjen e një rikonfigurimi të pushtetit me Aleksandar Vučić, që synon të mbetet figura qendrore e politikës serbe, këtë herë në postin e kryeministrit.